Njeriu është i shtyrë për të pa edhe për të kuptuar se çka ka në shpinën e tjetrit. Thelb Big Brother përzin elementet e psikologjisë njerëzore, argëtimit dhe ndikimit social. Mendoj se ka disa arsye, po mundohem t'i përmend disa. E para që më ka shkuar mua ndërmend edhe me aq sa kam pa, është arsyeja e këtij, si themi, projektimit vetëperceptues, domethënë, ku çdo shikues potencial e shef veten tek tjetri, e shef veten tek banori, dhe secilit i duket që nuk ka ndonjë dallim prej banorëve të cilët janë aty. Se edhe ky kish mund me qenë në rolin e tyre. Po pak a shumë është një lloj pasqyrimi, domethënë, ku secili njeri ka një lloj refleksioni aty, e shef veten brenda. Dhe kjo është çështje kulturore. Kur e shef veten brenda, nuk e shef veten të pavarur nga ai, nuk e shef një shtresë më lart se sa ai, po e shef shumë të ngjashëm me veten, si me qenë i shtëpisë. Dhe ky e ka ndjesinë e qenit në shtëpi. Domethënë ç'ky projeksioni, le të themi vetëperceptues është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është arratisja, apo siç quhet këtë gjuhën, le të themi, globale, escapism. Për shkak realitetit politik brutal që ne kemi, edhe social, po edhe kulturor, njerëzit mundohen me shku me jetu me një hiperrealitet tjetër, me kriju një realitet alternativ, ku ata e manifestojnë veten, kënaqen, lumturohen, do të thonë sado pak brenda atyre orëve të cilët ata e shikojnë këtë reality show, përjetojnë një lloj lumturie. E treta, arsyeja e tretë mbase mund të jetë ky voajerizmi, domethënë një lloj çrregullimi, le të themi ashtu, psikik, ku njeriu është i shtyrë për të pa edhe për të kuptuar se çka ka në shpinën e tjetrit. Thelb Big Brother përzin elementet e psikologjisë njerëzore, argëtimit dhe ndikimit social, duke krijuar kështu një fenomen mediatik të fuqishëm i cili brenda vetes ndërthur shumë arsye psikologjike të cilat ndikojnë që individët ta frekuentojnë apo ta shiqojnë, duke filluar që nga kurioziteti natyror dhe vëzhgimi social, pastaj që nga identifikimi dhe projektimi, ku individët, shikuesit, shpesh identifikojnë konkurrentët me vlerat e tyre, pastaj nga katërsisja emocional, ku konfliktet, dramat dhe situata tensionora krijojnë mundësi që shikuesit përjetojnë dhe të shkarkojnë emocionet e tyre në mënyrë indirekte, pa që janë pjesë e situatës reale. Pastaj teoria e superioritetit, ku disa shikues kënaqen duke parë gabimet, dështimet ose konfliktet të tjerëve, është efekti i voyeurizmit, ku do thotë individët janë nxitur kurioztar të shohin jetën e private të njerëzve të tjerë, dhe pa ekspozuar dhe pa filtra, pastaj dëshira për dromë dhe intensitet emocional.